Hasi dhe tropoja vuan për mjekë specialistë ndaj shumë prej banorëve detyron të marrin shërbimin në Gjakov. Drejtori i spitalit Isa Grezda, Halim Shala, thotë se banorët janë të detyruar që të vinë në spitalin e Gjakovës për shkak të afërsisë gjeografike dhe numrit të mjaftueshëm të mjekëve. Po ne përveç që kemi një lidhje vllazërore mes dy vendeve, neve na obligon edhe marrëveshja mes dy shteteve, pra që ka Ministria e Shëndetësisë Kosovës me Ministrinë e Shëndetësisë Shqipërisë, që gjitha pacientët t'i trajtojnë barabartë sikur të Kosovës edhe të Shqipërisë. Gjitha shërbimet pothuajse këta pacientë e zona veriore e Shqipërisë i marrin në spitalin tonë, lindjet, operacionet të ndryshme, pacientët e hemodializës që i kemi të përditshëm, pra çdo shërbim që jepet për qytetarët e Kosovës, jepet edhe për qytetarët e Shqipërisë. Ky institucion shëndetësor ofron shërbime falas edhe të dializës për 9 pacientë, ndërsa rreth 50 pacientë trajtohen çdo ditë. Momentalisht kemi 9 pacientë të përditshëm që janë të hemodializës, ata morin trajtimin sipas orarit që e kanë në dializë. Kemi afërsisht deri në 50 pacientë ditor, mund të jenë pacientë që kanë kryer lindje, pacientë që bëjnë ndërhyrje të ndryshme kirurgjike, operacione të ndryshme, pacientë që i drejtohen emergjencës së spitalit tonë, ka fëmijë, ka domethënë gjitha shërbimet krejt që mirën në spitalin e Gjakovës i marrin edhe qytetarët e Shqipërisë. Përveç Spitalit Rajonal të Gjakovës, edhe ai i Prizrenit ofron vizita mjekësore, ndërhyrje kirurgjikale dhe lindje për banorët e qarkut Kukës.